Me urdhër të SPAK, po zhvillohet një operacion antidrog i shtrirë në Tiranë dhe në qytete të tjera. Mësohet se me vendim të GKK-os janë lëshuar 11 masa sigurie, mes tyre edhe për një emër të njohur si Jetmir Pepa, alias Marashi. Për këtë të fundit, ende nuk dihet nëse masa është ekzekutuar, pasi operacioni është ende në vijim. Masat janë lëshuar me kërkesë të prokurorit Alfred Shehu. Jetmir Pepa është një emër i njohur për blut, pasi në janar 2025 u shpall në kërkim pasi qëlloi me armë në një koncert festiv të organizuar Cinco Cavalli në Parkun Olimpik të Tiranës. Me urdhër të SPAK është lëshuar urdhër arrest për Jetmir Pepën, i njohur edhe si Mir Pepa. Ai është një personazh me precedent të mëparshëm kriminal dhe i shpallur në kërkim më herët pas një sherrri me armë në një koncert. Prej janarit 2025, Mir Pepa rezulton në kërkim nga policia e Tiranës pasi ka qelluar me armë zjarri në Parkun Olimpik në një koncert festiv natën e ndërrimit të viteve. Pas një sherrri, Pepa ka qelluar 2 herë me armë zjarri në mes të koncertit, i cili ishte i mbushur plot me të rinj që po festonin natën e ndërrimit të viteve, dhe më pas u largua. Në momentin e të shtënave, në sken po performonte reperi Stresi dhe priteshin edhe emra të tjerë të njohur të estradës shqiptare si Dafina Zeqiri. Koncerti mbahej në sallën e Parkut Olimpik në rrugën Liman Kaba në Tiranë dhe ishte marrë me qira nga Cinco Cavalli Group. Emri i Mir Pepës është lakuar edhe në konfliktin e motrave Berisha, të cilat dhunuan blogeren Klea Prenga, pasi përflitet si ish partneri i Marinela Berishës.